Me vëmendje i ndëgjova, s'ka nevojë me shkru, se me bo me shkru, Përgatitur në fund të shkruar, fjalën përfundimtare e kam përgatitur në fund të shkruar, të njëjtën do ta elaboroj në Nuk ka nevojë me mshu shkurt, po disa çështje duhet më ngrit që konsiderojnë shumë me rëndësi. Çështja e parë. Po ju ndëgjojmë avokat, nëse keni Mënyrë telegrafike i lexova fjalët përfundimtare në interval i shkurt kohor, sa mund me lexu për çat interval i poshtë. Mirë po, 4 çështje këtu janë kruciale. Këtë proces janë 4 çështje kruciale. Çështja e parë. Çështja e parë është se me që gjykata dhe prokuroria nuk ka njohuri për gjitha lëndët të cilat procesohen në gjykatë, ka prokuroria e ka urdhëruar ekspertin për me bë ekspertizën mjekoligjore, gjithsesi me konstatue shkaqet e vdekjes së të ndjerës Liridona. Ju e dini, jemi dëshmitar që eksperti mjekoligjor Naim Uka, në këtë sallë të gjykimit, ka dhënë shpjegime lidhur me arsyet e vdekjes së Liridona Moselit. Çka këtu kontestuese? Unë me vëmendje ndëgjova fjalën përfundimtare të prokurorës, e përcjella pa përkthim, ajo thekë se në dorën e majt të ndjerës Liridona vrehet një hematom, që nuk është kontestuese. Ajo është e saktë. Mirë po, gjatë dëshmisë të këtij eksperti në shërtimin kryesor, ai ka ngrit një çështje që për juristat, për shumë jurista është e panjohur. Mesin e tyre është fjala për vizualizimin e gishtrinëve. Kemi kërkuar përgjigje, çka do të thotë fjala vizualizim. I njëjtin mënyrë decisive ka deklaruar e keni në faqe 6, 7 dhe 8, ku thotë me rastin e ekspertizës makroskopike nuk kemi vret gjurmë të vizualizimit të gishtrinëve të ndonjë personi. Do thotë, eksperti po thotë nuk ka vizualizim të gishtave. Me qenë se gjykata tash duhet dikuna mi besu. Na nuk po thojmë që Liridona nuk ka privu nga jeta. Ajo është privu e nuk ka kontestuese. Vesh në i budallon, në i qmen dhe thotë që su privu nga jeta. Mirë po, gjyqet i mbetet me vërtetu çfarë thona. Çështja e parë. Çështja e dytë. Po thuhet që është shti me revolver nga dritarja gjysmë e hapur. O provu. Mirë po, për ta vërtetu edhe për ta hudh versionin e Naimit që ky nuk ka qenë prezent me rastin e primimit nga jeta, një veprim procedural shumë i fortë su kry. S'ka faj prokuroria. Nuk ka. Këtu gjatë hetimit odesht Naimit m'ia mor teshat. Teshat m'ia mor. Me kqyr prezencën e grimcave të barutit me rastin e shkerpës të revolës. Nëse do të vërtetoj prezenca e grimcave të revolës nga shkrepja e tytës armës, çdo mbrojtje e Naimit është e kotë, kënë të folë gjithë ditën, prova folë diçka tjetër. Kjo su kry. Kush e ka pengu për me morë teshat, edhe me morë me teshat, me kontrolu. Thuhet se ka qenë në vetur. Duke morë parasysh se grimcat e barutit në ambjetet e byllona e ka një diametër të 70-80, duke morë parasysh largësien që po pretendohet që ka më të përdor, grimcat e barutit ishin teshat e tij, edhe Naimi e kishte përfunduar punën e vet. Si më pa dhe 3 vjet të më morë me këto. Kjo s'u kry. Pse për këto kur s'po fol? Ato shka e ka bënë, nuk më do të është përcisimin juridik, unë për kontestoj. Kur se këmë kontestu vrasjen? A se kontestoj? A më cilësimi, a është adekvat? Nuk është. Nuk është cilësimi adekvat. Pse s'është? Tonë kohën po thuhet që Naimi me rastin e sigurimit të ndjerës, në koruna 3 milion kruna në Zvicër, ka pas qëllim edhe për me përfitu të dobi pasërore. Ku është paragrafi 5 këtu? Të më nësë orë që ashtuat e duhet me thonë, paragrafi 1.3, paragrafi 1.4, paragrafi 1.5. Nuk ko paragrafi 1.5 kërkun, ato në kohën rëthonët rënduse. Kjo ka këshyrë me bo këto, ka këshyrë me bo këto, a mo cilësimi juridik nuk është. Çështja tjetër.
Jam dëgju shumë dëshmitar. Shumë dëshmitar jam dëgju. Jam përmend shumë dëshmitar të drejt për drejt, okular, që e sheh me sy përveç të miturit që kanë qenë aty fëmijët, nuk ka pas. Këtë situatë, tashti, me qenë se s'ka dëshmitar, duhet me fol provat. Me vëmendje e kum lexue deklaratën e Leonardit, të cilën e ka dhënë policia. Me vëmendje kum lexu. Kum lexu 3 herë. Leonardi është shumë e natyrshme, shumë është drejt mu interesue për fatin e motës vetë. Edhe gjithë kush që interesohet. Aty nuk du të me azon për të keqe. Mirë po, komunikimi me fëmijët të cilët i ka pasën polici, fëmija kanë rëfy të shka tjetër. Kanë rëfy që hajni ka dalë, na me babajnë kemi ikë, pas një kohë edhe nonën e kemi lënë vetë të hajni. Me në këshirë në deklaratën ajo është. Kurse sot, gjatë kontaktit me organet suedeze në pranin e tynë atje, thonë që na imi gjoja se fëmija ka ndëshmu e ka majtë për dorë. Këto nësë në vërtetojmë, po ju do të me vërtetu edhe ju do të me vërsu. Dhe më thonë, jënë 2 deklaratat diametrale, njëra me tjetër. Çështja tjetër, planifikimi, që po thuhet që e ka shpalos planin e likuidimit të njerëz Liridona Ademajt të akuzurit të tretë Kushtim Kokallës. Për shkak të marrëdhënieve jo të mira. Na nuk e pam gjatë historikut të krejt kësaj procedure që marrëdhëniet ka qenë jashtë mira që me konsistu me një vepër kash të rëndë dhe kash makabër me këshyrë me i qëru e sapet përveç në vitin 2022 nëse s'ka bojt, është më zeme i sakt, ka pas një komunikim të Naimit me gruan e Kanon Kokallës, e cila, si pa shpjegimit të babajt e di, Shaban Mërselit, s'ka pas asgjë gjë intime, edhe me këto kjo ka përfunduar. Dëshmitarët Aurel Pajaziti ka dëshmuar lidhe me marrjen me qira të veturës Seat të ngjyrës zezë, aty nuk është kontestuar se marra ajo është fizuar veturë. E ka drejtu Graniti. Mirë po, veturë çështje lidhe me çështjen kruciale për raport e këta dëshmitarë kreç ka e ndëgju asnjëri në mënyrë bindëse nuk thotë që raportet kanë qenë të çështje të ndosë edhe jo të mira në mes të çiftit bashkëtorë. Duke shpjeguar që natyra e konflikteve bashkëtorë kanë njerë ndodha, më jo kësaj natyre. Unë e kum këtë akuzën kum studiu disa herë kum lexuar se më ka interesu me këshyr ku mund të ngjetën të metat dhe zakonisht me konventat ndërkombëtare prezumimi pa fajësisë e drejta për dëshmimin e fajësisë është në orën e prokurorit. Ajo do të më ofru prova që personi i caktuar është fajtor. Ato prova do të më qenë bindëse, pikërisht bindëse, sepse në situatat kur nuk vërtetohet 100% për të kam fjalën përcaktim juridik, atëherë është ai parimi i ndubio pro reo. Naimi nuk mundet me më hu që s'ka pas kontakte. Ashtë të që njëri du të më koni marë me pa, që s'pishe. Mirë, po për të cilësimi juridik e kena fjallën. Këtu, cilësimi juridik do të flasë të vepra penale, vrasja në mënyrë dinake. 2 herë këm lexuar dispozitimin mungon dashja direkte. Dashja direkte mungon në dispozitiv të akuzës. Si element qënsor i fajit. Së është dashja kërkun. Ku ka cilësim juridik të vrasja në mënyrë dinake, nuk përmet në kërku dashja kërkun. Më në këshurë. E tashtë, a u shillu cilësimi juridik? Unë po thom jo. Nuk o dëshire jam me thonë jo.
kam aprovat, po thënë jo. Naimi nuk është ekzekutori drejt për drejt. Nuk është ekzekutori drejt për drejt, thotë e ka bon, ka shku këto. Te vrasja e antarit të familjes. Në mënyrë decisive ligji mbi martesën e familjes e ka vërtetuar se kush është antari i familjes. Kjo nuk është kontestuese. Kontestuese është dinakria. Çfarë dinakrie ka përdorur Naimi me rastin e privimit të Liridonës? Nuk ka përdorur dinakri as besueshmëri, se besueshmëria e dinakrisë ose shfrytëzohet besimi i krijuar ose besimin të cilin e ka pas më herët. Do të thonë dy komponente për mu plotësu dinakria. Bashkëkryrja, po thosë se kanë kryer bashkëkryrje. Bashkëkryrje rolet në mënyrë decisive dhe taksative do të më da. Kush ka duhet me bon? Unë këtë dispozitive pashvish ka nejt, kanë bo, nuk i ka përshkru bashkëkryrjen në mënyrë eksplicite, për më konkludu që janë formësue elementet e bashkëkryrjes në konformnenit 31 të kodit penal të Republikës Kosovës. Dëshmitarët tjerë që janë dëgjuar, nuk ndesh me elaboru se u baj shumë pa, unë konsideroj se ata nuk janë dëshmitarë që dinë diçka për rastin. Për shembull, ky personi i cili ka qenë në marketin e ku ka kontaktu së parë herë me Naimin, ai përshkruan në mënyrë të gjerë gjendjen psikologjike dhe emocionale të Naimit me rastin e kontaktit të tij në marketin të cilin ai e ka mbajtur me qira. Çështja e kontakteve dhe veprimeve tjera pas incidentit është e natyrshme më interesu për familjarët, kanë përshkruar kontaktet, lëvizjet e njerëzve e konkretisht edhe kërkesën e Leonardit që ka insistu me dalë në vendin e ngjarjes me këshirën e çfarë thonat. Naimi pas dhënies së intervistës ka kontaktu me te, e ka dhënë versionin e tij të shpjegimit dhe kjo është tjetër. Mirë po, në procedurën penale e pam që dhe dy të akuzuarit e tjerë kanë dhënë versionet në statet e caktuara penale, në shqyrtimin e njënit të fundit, deri të para fundit, pjesën tjetër vendosëm më mbrojt në heshtje, që është e drejt ligjore tyne, që na, mësë me thonë u hendikopun, po u të sungu një mundësi për me sharu disa zona. Sepse pas mbrojtës së heshtjes, na nuk mundu me parashtu asnjë pyetje për me lyp skerime shtesë. E kuptoj që ky rast ka shkaktu indinjot e popullata, e kuptoj edhe shkaktimin e pasojës që ka ndodhur për familjen e dëmtuar, mirë po, une vendimet gjyqësore i respektoj. Pavarësisht se çfarë do të jetë vendimi i gjyqit, ne do të vazhdojmë procedurën tjetër e cila është e domosdoshme, duke theksuar se disa gjërat të cilat kanë ndodhur në gjatë procedurës së hetimit nuk shpalosen këtë stad procedurës. Kontakti i Naimit me fëmijë gjatë shqyrtimit kryesor ne kemi propozuar një CD të shtjellohet, e cila shihet se Naimi kontakton me fëmijë nga qendra paraburgimit. Mirë, do thonë Naimi to e di ajo u hjeka, su aprovu. Gjykata se po të arsyeshme me shtjelluar provë, ajo çështje e bindjes gjyqit, në aty nuk kem shka ma shumë komentojmë. Çështja tjetër, Naimi ka dhënë 3 deklarata të cilat në esencë janë diametrale, ndryshojnë njëra me tjetrën. Deklarata e parë është dhënë në cilësinë e dëshmitarit. Pastaj është dhënë në cilësinë e të pandehurit. Në cilësinë e të pandehurit dhe i njëjti ka ngritën shumë shqetësime me rastin e intervistimit nga të cilët është keq trajtuar, është maltretuar nga ana e organeve policore të cilën
e ka bo një kërkesë në rrugë zyrtare në qendrën e paraburgimit sigurisë lartë, na kena dozu, ato ju e keni këtu, ka lyp këtu sa mundet mu dëshufu mu lexu, ka lyp takim me inspektoratin policor me tregu se në çfarë thona e ka dhënë a deklarata ajo su mundsu çka bo me fatin e kësaj kërkese nuk e dim. Mirë po, juve ju mbetët kjo një 27 faqe në besoj që i lexoni, këtu se s'kam aty çka s'kam kur fat dyshime. U kërkuni dënim jashtë i ashpër. Ligji parasheh. Mas pak e 10 vjet apo dënimi i përjetshëm. Ata që mirën me këtë punë din, kështu që nuk është në farërisie. Unë kërkoj që të gjitha pretendimet të cilat janë ngrit të vlerësohen, ta merrni në vendim drejt të thjeshëm. A e mbështetni fjalën përfundimtare të mbrojtësit tuaj? Po, zonja gjyqtare. E mbështesni fjalën përfundimtare të mbrojtësit tuaj. A keni diçka për të shtuar ju personalisht në këtë fjalë përfundimtare? Po. Po ju ndëgjojmë? A është për proces verbal? Po. S'ka problem. Vazhdo të ring, ajo, nëse nuk është në formë të shkruar, duhet ta evidentojmë në proces verbal. Po ju ndëgjojmë? Unë gjatë këtyre viteve, prej ngjarjes, jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kam kryer. Unë nuk kam organizu kur vrasje, as nuk kam marrë pjesë në vrasje, madje as nuk e kam parë vrasjen, as unë as fëmia. Sepse në momentin e vrasjes, unë dhe fëmijët e mi kemi qenë duke ikur. Këtë e tregon edhe Leonard Ademaj në deklaratën e tij, dhënë në polici, por jo vetëm në polici, por edhe në media. Por edhe në media, po ju ndëgjojmë. Mund të shihni intervistat ku ai shumë drejt dhe shumë sakt tregon atë çfarë i kanë treguar fëmia dhe ai version është që unë dhe fëmijët kemi vrapuar nga makina. Kjo siç thash vërtetohet edhe në deklaratën e tij, e cila është e cituar në akt akuz. Pastaj në këtë proces gjyqësor pa të drejtë shumë herë, disa herë është përmendur edhe zoti Begjet Pacolli, i cili fare nuk ka lidhje me këtë rast dhe pa drejtësisht ju është përmendur emri dhe kisha të nevojshme të sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij, sepse është e pa drejtë. I nderuar trup gjykues, ju do të merrni vendim së shpejti për këtë rast. Ne kemi propozuar, siç tha dhe avokati, një CD ku shihet komunikimi im me fëmijët, ndryshe nuk do ta kishim propozuar, po mos të ekzistonte. Dhe e vetmi arsye pse nuk kam komunikim të rregullt me fëmijët është sepse gjindem në mosën e paraburgimit dhe jo pse fëmijët nuk dëshirojnë me fol apo diçka tillë. Madje është shumë e ulët që të citohen rrënjshëm fëmijët e mi, kinë se kanë deklaruar kështu, kinë se ashtu. Natën e vrasjes, unë ja dorëzova fëmijët familjes Ademaj. Po të kisha për të fshehur diçka, nuk e kisha pasur atë guxim. Natën e vrasjes, fëmijët e mi janë intervistuar edhe në polici dhe është pyet edhe njëri polic aty pyet thot apo deklarojnë fëmia kështu njëjtë si unë dhe njëri tjetri thot po. Pastaj 2 ditë pas vrasjes, unë me fëmijët e mi isha në prokurori, te prokuroria Besa Limoni. Edhe aty mund të shihni nëse ekziston ndonjë proces verbal se çfarë kanë deklaruar fëmia. I nderuar trup gjykues, ju betohem, ju kam thonë edhe më herët, ju betohem që Naimur Seli nuk ka qenë fare në vetur momentin e vrasjes. Ju betohem, Naimur Seli nuk ka paguar për vrasjen. Kjo është e vërteta. Unë pa të drejtë, jam akuzuar dhe jam targetuar shumë çka nga media, nga kjo sallë, por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Kaq kisha i nderuar trup gjykues, ju do të vendosni fatin tim, fatin e fëmijëve të mi, ju vlerësoni provat, vlerësoni deklaratat, vlerësoni gjendjen faktike dhe reale, dhe nga ju pres vetëm një dënim të drejtë, pres nga ju
që vërtet të ke drejtësi për Liridonën, sepse mbi gjitha kjo është për çfarë jemi këtu, dhe unë nuk jam kundër asaj. Liridona meriton drejtësi të plotë, por ju lutem të keni parasysh dhe që integriteti dhe profesionalizmi juaj të jetë në nivelin më të lartë. Kjo është çfarë pres nga ju. I nderuar trup gjykues, ju falenderoj.